Finalizohet operacioni policor i koduar administratori. Evidentohet dhe goditet një tjetër rast i kultivimit të bimëve narkotike në ambiente të mbyllura, në qytetin e Sarandës. Sekuestrojnë 157 bimë narkotike, 18 kg lëndë narkotike kanabis, pajisje elektrike që shërbenin për kultivimin, tharjen dhe përpunimin e bimëve narkotike me qëllim shitjen. Vihet në pranga administratori Pallati Kuqta për shtatur ambienti për këtë veprimtari kriminale. Shpallën në kërkim 4 shtetas të dyshuar si të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Në vijim të punës për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, bazuar mbi informacione të siguruara nga inteligjenca informative dhe verifikime në terren, strukturat e Komisariatit të Policisë Sarandë finalizuan operacioni policor të koduar administratori. Si rezultat i këtij operacioni në katin e 9 të një pallati 9 katësh në lagjen numër 2 Sarandë, në 2 apartamente u konstatuan ambiente të përshtatura për kultivimin e bimëve narkotike nëpërmjet llampave elektrike, si dhe për tharjen dhe përpunimin e tyre me qëllim shitjen. Nga verifikimet rezultoi se pajisjet furnizoheshin me lidhje të paligjshme të energjisë elektrike. Në vijim të veprimeve u arrestua në flagrancë shtetasi EB, 45 vjeç, banues në Sarandë, administratori i pallatit për vepra penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve, kultivimi i bimëve narkotike dhe vjedhja e energjisë elektrike ose impulsive telefonike. Gjithashtu u shpallën në kërkim shtetasit ESH, 48 vjeç, SH, 26 vjeç, TM, 28 vjeç dhe AM, 25 vjeçe, të dyshuar si të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Por në vijim të veprimeve në këtë rast u procedua penalisht e shtetasja MB, 45 vjeç, bashkëshortja e shtetasit EB të arrestuar. Gjatë kontrollit në ambiente të përshtatura u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 157 bimë narkotike të dyshuara të llojit kanabis sativa, të kultivuara në vazo, 18 kg lëndë narkotike kanabis në gjendje të thatë, 90 llapa elektrike me reflektor, 100 siguresa elektrike, 5 kondicioner, 15 ventilator, 4 filtra ajri, tubo aspirimi, 3 aparate celular dhe pajisje të tjera që përdoreshin për veprimtari kriminale. Vijon puna për kapjen e shtetësave të shpallur në kërkim dhe për dokumentimin e plot ligjor të kësaj veprimtarie kriminale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.